Byroja Kombëtare e Hetimit në bashkëpunim me Policinë e Shtetit po kryen kontrolle në të gjithë qarkun e Elbasanit, ku po hetojnë për krime të mundshme zgjedhore. Hetimet janë përqendruar si në fazën parazgjedhore, ashtu edhe në ditën e votimit. Agjentët e BKH-s po mbledhin prova, dëshmi dhe materiale që mund të dokumentojnë raste të tilla si blerje vote, kërcënime ndaj votuesve, shfrytëzimi i palishëm i administratës publike nga ana e disa kryebashkiakëve për qëllime elektorale apo për fshirje të disa bizneseve të mëdha, si edhe të grupeve të strukturuara kriminale në procesin zgjedhor. Grupet hetimore janë duke analizuar pamjet filmike, komunikimet elektronike dhe të dhëna të tjera relevante, me qëllim zbardhjen e plotë të çdo raste që mund të përbëjë shkelje të ligjit zgjedhor dhe atij penal. Agjentët e BKH-s kryen kontrolle në Elbasan, Peqin, Librazhd dhe disa zona të tjera që ishin në fokus të dokumentimit të krimeve të mundshme zgjedhore të ndodhura në këtë rajon, i cili prej kohësh ka qenë në monitorim.